Sa ke lexuar për 100 romane? Jo 100 shqipoja, romanet kreti kum lexu edhe i kum marrë shumicën, me avlon fëmijëve mas i desë. Burim ka dek para 13 vjetër, tana më ka dek nona, tana më ka dek vlavi, qitashtim ka dek para 3 jave motra, se unë e krate jam edhe rrugë. Në rrugë interesant, pa takim interesant. A i tha, Po? po shkojnë shpi, unë e ju fluka për masë, i thash po vi me ty edhe erdhe. Erdhan mirë më ka prit, vjehra më ka prit, mirë se arsh bia ime. Në shpi kroatisht më ka folë. E mora libra për lexu. Libra, sa mirë që lexon. Jo, Sa e vjeçari jem fal? Po lexoj. Faleminderit. 70 vjeçare. Mashallah. Çka po lexon më shumë ti? Po romane. Romanet. Po, Vazhdojnë me lexu çdo herë? po, Sa mirë, unë i vlerësoj ato persona që lexojnë. Se pak ka Faleminderit. që lexojnë në Kosovë. çka me bo? Deri tash sa i ke lexuar sa libra? Nuk ka shkrume. Se i lexoj kratisht, i lexoj shqip edhe nuk ka shkrume, se lexoj që 30 vjetë. Që 30 Pik vjetë 40 vjeçarës ja kum nisë që me lexu. Po. Pra afërsisht ai ke lexuar për 100 romane? jo 100 shqipoja. Sa interesant, sa mirë që lexon. Atë Vetë në ato në bibliotekë, ata i kanë regjistrume. deri 1000 ke lexu. Po. Cilat kanë qenë ato mas shumë që të kanë për shtypje? Për librave. Daniel Stilit, romanet kreti kum lexu edhe i kum marrë shumicën, me avlon fëmijëve mas i deson e me avlon Do t'ja lësh, domethënë, librat ja lo fëmijëve. a keni një bibliotekë? E kam edhe në shpitem në Sa bibliotekë. titull librash keni? Nuk e di si kum lexue, pa i kam 4-5 veç fotoalbumet. Se i kam Smi Kallavllak edhe Kjo vota me libra, me lexim, që sa domethënë ti ke qenë edhe reta që ke domethënë e ke filluar me lexu Po. këtë moshën tënde. Po vjen mirë që moshën domethënë ka domethënë që Po. shumica ndoshta moshatarët e juaj e humbin me diçka të kot ndoshta. si cili për veti. Po, Abdërgon si ka qenë jeta për ty këto vite? E mirë, me sfida? Po me sfida e me si për krejt. Cila ka qenë një sfidë më e vështirë që i pati të tënde? Që po mdesin fëmijët familjarët. Cila ka qenë humbja më e madhe që ke humbur? Burim ka dek para 13 vjetër, tana më ka dek nona, tana më ka dek vlavi, qitashtim ka dek para 3 jave motra, Humbje shumë. e shumë. E kuptoj është e rëndë për ty, Po, sidomos po. për një familjar, Po, po kjo është jeta. jeta po, pa tjetër, Duhet pajtohemi. po, pa tjetër. Edhe pse Për është- hatër fëmijëve, po do të më bajtue edhe me jetue, me gjallnu pa tjetër. edhe pse është e frikshme vdekja. Ai Po. frikosh vdekjes. Shka me bo, ta është si për krejt. Abdërgon, si ka qenë fëmiria jote të kaluar? Ke qenë e lirë? E lirë jam konë. Qashto, jenar, qashto konkuha në atë kohë në Kroaci, se unë e kroate jam edhe të në... Kroate jeni? Po, Jo, në Kroate jeni? po, Burin shqiptar? po burin Si shqiptare një kom luftu pas. pak të tregona me to? Në Itali jena Në jena Itali, luftu, po. po. Ty punu kështu? Jo, në rrugë. Në rrugë interesant, pa Po. takim interesant. A i tha, Po? po shkojnë shpi, unë e ju fluka për masë, i thash po vi me ty edhe erdhe. Erdha në Kosovë, pa e ditë Shqipen, po u mësova. Si është pritën në Kosovë këtu si Kroate? Mirë më ka prit, mirë më ka prit, vjehra më ka prit, mirë se arsh bia ime. Në shpi kroatisht më ka folë, se u kone në Gilanit edhe Sa mirë t'ja shprej dashurin, një grua, Po. një bashkër të kështu pa, hatas. po, Edhe pa Po. interes. po, A keni pasur atë dashurin që sot e ruani alan kujtime? po, Në bashkëshortin pa e vjetër? tjetër, po. Cili është një kujtim që kur nuk e ke fshi nga jeta? Bashkë me Shumë bashkëshortin e vjetër. kuftime, A shumë kujton janë një kuftime, kujtim që keni shumë dashuri, shumë shoqni, shumë. Po edhe shumë mërzin, fund 3-4 vjetë gati dhe për smujën e për spitalin e për terapia e ranë. pasur? Sa e më du mi që ndru afër para vdekjet bashkëshortit? Kunet të kryt non-stop. Tanë kohën që o koni smut, të kom këshy. Për shpirt, si shpirt. Lanë do një përësi? Këshirni të ofërmit, edhe shfridzoni çdo moment jetës, gëzonu,
jetone jetën.